Për më shumë se 2 dekada, Lidhja Demokratike e Kosovës ka qeverisur në fushë Kosovë. Mirë po të dielën mbrëma, bastioni u thye. Kandidati vetëvendosjes Valon Prebeza i adoli që ta mposh Besnik Osmanin e LDK-s. Me 10.583 vota, apo 54.99%, Prebeza do të zë karrigën në të cilin për rreth 20 vite qëndroi kryetar Burim Berisha. Kjo do të thotë shumë sepse nuk ka bastione më në Kosovë, nësë mund të llogariten më së tilla. Kjo është e para, e dyta është kthim i pushtetit për qytetarët të fushë Kosovës, sepse qytetarët e kanë prit këtë gjë bukur gjatë, dhe realisht ka qenë një pushtet mbi 20 vjet, po larg kërkesave dhe nevojave të qytetarëve. Garës së balotazhit, Prebeza hyri në një koalicion me ALK në fushë Kosovë, ndërkaq kundër kandidatit të tij i u bashkua PDK-ja. Kemi thonë edhe publikisht, koalicioni i vetëm është me qytetarë, kështu që qytetarët pavarësisht koalicioneve që kanë bërë partitë e ndryshme politike, kanë tregu pjekuri të madhe në fushë Kosovë, edhe nuk i kanë mbështetur sepse ka qenë koalicion i panatyrshëm. Dhe kemi pritur rezultatin. Nga ana tjetër, përkundër humbjes, Besnik Osmani vlerëson mbështetjen që mori nga qytetarët. Edhe pse nuk arrita të fitoj për ta udhëhequr fushë Kosovën, ndihem thellësisht mirënjohës për përkrajen, besimin dhe përkushtimin tuaj të sinqert. Jam krenar për çdo aktivist, çdo familje dhe çdo qytetar që kontribuoi me shpirt e zemër. Urrej me sinqeritet fituesit e zgjedhjeve, me dëshirën që të punojmë me dashmëri, përkushtim dhe rezultate që do të ndjejnë qytetarët në përditshmërinë e tyre. Nga 51.110 qytetarë me të drejtë voto në fushë Kosovë, të dielën votuan vetëm 19.510 persona. Në raundin e dytë të zgjedhjeve përveç fushë Kosovës, vetëvendosja triumfoi edhe në Mitrovicë të Jugut, Gjilan dhe Obiliq.